Unë punoj për vitin 1999, punoj në gastronomi. Kam qenë si punëtor të Migros, qendra e kuzhinës ishte ati. Ishim diku një 100 punëtor. Edhe unë isha si përgjegjës ati. Deri të vitin 2019, kam punu si punëtor normal, edhe në vitin 2019 merr një shon që ta hapi një lokal timin, që të bohem i panvarur. Edhe pse një kohë gjatë kam punu, edhe shifsha atafsin teme, se kam mundësi të bohem i panvarur. Edhe mas shumë ti që kisha edhe për krajen të shoqës. E shifsha si një kra edhe tham, bisedum bashkë që e nisim një tre si punëdhonës. Edhe në vitin 2019 ja nisëm bashkë unë e shoqja, e hapëm këtë restorant këtu. Te emri Plisi erdha se na përket neve shqiptarve. Si restorant, nuk e njifshin çfarë do me thonë një hek të huajt Plisi. Ne shqiptarët e njofim shumë mirë, se jemi vërtet, ka një do me thonë shumë të madhe për ne shqiptarët. Por me kalimin e kohës, si restorant, e njifshin, por në fakt nuk e njifshin çfarë do të thot Plisi të huajt. E tash, atë shumë që e njofin Plisi, e na njofin neve si shqiptar që jemi vërtet punëtor, jemi vërtet zgjut si shqiptar, edhe mik pritës jemi mo maksimum si gjithë shqiptarët që jemi. Të huajt si restorant e kanë njoft. Si për shembull Zvicrante, shumë komsi tjera, e kanë njoft si restorant, kanë ardhë, por nuk e kanë ditë çfarë do me thonë Plisi. Nuk e kanë ditë çfarë. Që tash e njofin çfarë do me thonë Plisi. Edhe përmes Plisit, që tash janë tuar edhe ma shumë që t'i shijojnë ushqimet tona tradicionale. Sidomos to Zvicrant kur vinë në restorantin tonë, se këta nuk janë mësu me kështu ushqime tona shqiptare tradicionale. Se vërtet i kemi ushqimet unikati, kemi vërtet shumë me shije, me kualitet, edhe vërtet freskta. Kur vinë për herë të parë ata, vërtet habiten si është e mundshme çka që ushqim i shishëm, çka që ushqim i freskët, si për shembull pasulin, groshën, gullash, byrek i kemi, i bëjmë burek çdo ditë të freskët, flinja kemi çdo çtun që vinë pe çdo komune, vinë ta provojnë flin, të na kemi çdo fundjavë të freskët. Përveç asaj, e kam edhe një qosh ati në restorant mrenda, interiorin e kam me veshje shqiptare. Si për shembull kemi edhe shiltet janë, e kam sofrën 55 vjeçare, kemi djepin, kemi qiftelia, kemi plis, kemi edhe def, daire si i thojnë, që pak të ndjenë shqiptarët ata aromën e vendlindjes. Po përveç asaj, vinë edhe të hujt, edhe zvicerian, bëjnë foto me të madhe, sidomos me plis. U vjen shumë interesant se çfarë është Plisi, edhe bëjnë me të madhe foto, ta kenë kujtim. Qelësi suksesit është se i punojmë unë edhe shoqja ka 6 ditë njavët. Edhe suksesi asaj është se punojmë ka 16 orë në ditë. Edhe ajo do të thotë vërtet shumë për na, por klientët e shohin vetëm ati kur vinë me hongër buk ka një orë. Ama na jemi dy këtu, si të thash, 15 orë, 16 orë këtu.
edhe suksesi shkon te ajo se kuzhina ka shumë punë. I duhet vërtet shumë kohë, duhet bëhet me qejf, duhet bëhet me dashuri, ai përgatitja që klienti kur të vije me qejf edhe të kthehet me qejf, dalë nga lokali jon me qejf, që të kënaqet si thojmë edhe për aty është ai suksesi jon që e bëjmë me zemër punën e restorantit. Këto 3 shqiptar i këshilloj që të mësojnë, studiojnë, të vazhdojnë shkollën, edhe që mos dorëzohen asnjëherë. Se vërtet, për të arritë sukses, don shumë punë, shumë mund. Don që të punojsh, si thojnë, me dëshirë. Atë që don të arrish, duhet ta bësh me qejf, me dëshirë, e jo pa vullnet. Se ndryshe suksesi nuk arrihet. Edhe për ato une, edhe me gruam, ashtu e kemi arrit suksesin se kemi punuar mbi 14 orë, 15 orë në ditë, e për ato, edhe për atë arrihet suksesi. Mos dorëzohen asnjëherë. Në plan e kam të kthehem vendlindje, të jetoj edhe unë pak në atë vendlindje, mbas 30 vjetëve në gurbet, kam dëshirë edhe unë të kthehem, edhe planet janë. Për Restaurant Please, kërkesa është shumë e madhe, po besoj që ja lëm të ardhmes. Ich habe bisher keine großen Erfahrungen gehabt mit albanischer Küche und das schmeckt aber ausgezeichnet, vor allem hier bei Mirsad. Das ist alles frisch und es ist wirklich wirklich eine große Erkenntnis, eine super Erfahrung und etwas, wenn man einmal hier gegessen hat, dann kommt man garantiert immer wieder. Und besonders fein sind die Cevapcici, die Börek. Einfach, es ist alles fantastisch, wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe natürlich nicht so große Erfahrung, aber es ist hier einfach wirklich außerordentlich gut und vor allem es ist alles topfrisch, alles selber gemacht und es ist besser, als wenn man hier in der Schweiz in ein Schweizer Restaurant geht. Es ist viel frischer und alles hausgemacht, wirklich absolut top. Erlebe gelebte Gastfreundschaft. What does it mean for you? Genau, das ist wirklich das, was ganz herausragend ist hier. Mirsad und seine Frau sind so gastfreundlich, auch das ganze Personal. Man fühlt sich wirklich wie zu Hause, im besten Sinne wie ein Gast. Und das ist einfach wirklich eine ganz, ganz schöne Erfahrung.